Rasti Kobrash përfaqet njëherë sistemin e brisht të drejtësisë. Dibran Hoxhaja po i veçuajtur Kobra me 10 kallëzime penale, akt akuza dhe akt gjykime dënuese, nuk vuajti asnjëherë dënimi me burg efektiv. Në këtë mënyrë, drejtësia praktikisht ka amnistuar veprat penale të Kobrës. Ani pse ishte përsëritës i veprave penale, ai për organet e drejtësisë nuk përbënte rrezik. Kjo edhe përkundër rasteve të kryerjes së krimeve të rënda si tentimvrasje, dhunë fizike dhe armbajtje pa leje. Faktet tregojnë se një sistem i të ri drejtësisë ishte vënë në shërbim të tij. Dënimet që u shqiptuan ndaj tij edhe pse ishin ngritur akt akuza për krime të rënda, në fund kishin përfunduar si kundërvajtje pjesa dërmuese dhe dënime me gjobë. Si rezultat i këtyre dënimeve, Kobra vazhdimisht kishte përsëritur veprat dhe njihej për drejtësinë dhe publikun si recidivist. Pasoja e fundit fatale ku Kobra dyshohet si protagonist është vrasja e 31 vjeçarit nga Kuksi i Shqipërisë, Pisar Cengu. Por çfarë ndodhi në rastin e tij të fundit më 3 janar 2023 dhe si u paraqit si viktime e rastit, por të mbrojtur më pas në heshtje? Më 3 janar në ora 4 të mëngjesit, 3 klientë nuk ishin pajtuar me faturën në vlerë të 350 euro që të duhej ta paguanin në lokalin Kobra City, lokal nate në daljen jugore të Prizrenit. Debati kishte kaluar në përplasje fizike, fillimisht mes tyre dhe kamarierit dhe më pas edhe punëtorëve të tjerë. Avokati mbrojtësi i pronarit Dibran Hoxha i Kobrës, Nexhat Elshani, pranon se e bazuar në gjendjen e lokalit ka pasur përleshje fizike. Në bazë të shikimit të lokalit dhe atë në procedurën mbi sigurimin e provave, kanë vrejt aty sende të thyera, cigare të fikura në tavolin, pa kufra mjeti aty për me fik ato, dhe kjo referon në faktin se aty ka pas një përleshje, plus dhe njeri nga të para burgosërit, që ka pas një cilësi aty në lokal, e ka një dhëmë të thyrë. Kjo automatikisht referon në ngjarje se aty ka pas paraprakisht një përleshje. Si rrjedhoi, policia e Kosovës kishte pranuar informacion në ora 4:10 të mëngjesit se kjo përleshje po zhvillohej në lokal. Fillimisht është dyshuar për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm për gjuajtje me armë, sepse policia nuk i ka pasur informacionet që ka ndodhur një rast tragjik atje. Por derisa policia arriti aty, përplasja shkoi shumë më tej. Burimet të betimit për drejtësi brenda autoriteteve të drejtësisë në Republikën e Shqipërisë kanë treguar se bazuar në dëshminë e 2 të mbijetuarve të rastit, rezulton se derisa të 3 shtetasit shqiptar po largoheshin pa e paguar faturën në drejtim të veturës së tipit Mercedes, ata ishin ndjekur. Në largim e sipër, ata kanë deklaruar se Dibran Hoxha i Kobra kishte shtënë në drejtim të automjetit ende pa u nisur vetura. Të njëjtat burime theksojnë se fillimisht ishte plagosur personi RSH në këmbë, i cili kishte qenë i ulur në pjesën e pasme. Ndërsa në lëvizje e sipër nga të shtënat ka mbetur i vdekur Visar Cengu, po ashtu i ulur në pjesën e pasme, derisa pa lëndime ka shpëtuar personi AB, që në momentin kritik ishte duke vozitur automjetin. Gjithë ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në parkingun e lokalit. Me të arritur policia, Hoxha i kishte deklaruar se nuk ishte qenë prezent në momentin kritik, si dhe ishte pale dëmtuar, pasi konsumatorët kishin shtënë në drejtim të tyre. Por derisa ishte në stacionin policor, ekipet kufitare kishin njoftuar policinë se e vërteta qëndron ndryshe. Policia e Kosovës është përgjigjur në rast, thash një herë, të përleshjes edhe të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Me të arrit në lokacionin ku ka ndodhur rasti, aty ka takuar edhe të dyshuarin. Edhe deklarimin e tij verbal, fillimisht ai stacion ka deklaruar se s'ka qenë aty mirë, po gjatë intervistimit këtu në këtë objekt nga hetuesit rajonal, ai nuk është deklaruar fare në prezencë të avokatit mbrojtës, do të thotë është mbrojt në heshtje, si është e drejtë e tij e parapama dhe me procedura ligjore tona. Rasti është i rënd, kemi disa prova, kemi dyshime të bazuara ne dhe prokuroria që kanë qenë të mjaftueshme
të caktuar ndalimi 4 tetor për të fillimisht, po ashtu edhe vazhdimi i paraburgimit prej 1 muaji prej gjykatës, cilit ju ka vazhdu. Tash provat e ekzaminimit tyne do të sqaron gjithë situatën. Pas analizimit të fakteve, Hoxha i dyshohet për 3 vepra penale, tentim vrasje, armbajtje pa leje dhe manipulim me prova. Me këtë fundit është ngarkuar pasi nuk është gjetur arma si dhe divjari, pajisje që ruan pamjet e kamerave të lokalit, por për të gjitha këto, ai është mbrojtur në heshtje para organeve hetuese. Megjithatë, fotografia e publikuar në rrjetet sociale sipas Aliajt tregon se kamerat kanë qenë funksionale dhe shihet vetura e viktimës e parkuar, si dhe është gjetur një divjar nga bastisjet. Në media dhe rrjetet e ndryshme sociale ka qarkullu një foto që dëshmon filmime apo pamje në parkingin e atij lokali atë natë, ku vrehet edhe vetura në cilën viktimat ma vonë kanë marrë plagë edhe për njerin që ka qenë vdekjepruese plaga. Ajo është një dëshmi e jonë aty tash, si deri në një moment të caktuar, kamerat kanë funksionu. Një prej akuzave që i vihet në barë të dyshuarit kryesor të këtij rasti është edhe manipulimi me prova. Do të thotë ky është i dyshuar për vrasje, për armë pa leje, po ashtu edhe për manipulim prova, sepse ne dyshojmë se ky dyshuar apo të tjerët i kanë ndihmuar që devjarin ta largojnë prej vendit aty, ta mshefin bashkë me armën edhe me disa gjëra tjera personale të këtij të dyshuari. Pra devjari nuk është gjetur? Devjari nuk është gjetur, është një devjar tjetër në bastisje në vazhdim, nuk është vërtetuar ende a ka të bëjë me lokalin apo është për ndonjë objekt tjetër. Është gjetur një nga bastisja në vazhdim, është gjetur një devjar cilin e ka marrë Prishtina edhe është në fazën e ekzaminimit. Është gjetur në shtëpinë e të dyshuarit apo në një lokal përcjellës, sepse ky ka disa lokale, do të thotë lokalin këtu, disa tjera si garazh apo objekte përcjellëse që njihen kështu. Si rrjedhoi është arrestuar dhe personi 7. 6 kanë qenë në fillim dhe 1 është arrestuar më vonë, domthonë 7 persona janë në masën e paraburgimit. Personi 7 dyshohet për manipulim me prova dhe pjesëmarrje në rrahje. Është punëtor, ka qenë punëtor i lokalit dhe ka qenë prezant në natën kritike. Por këtë ndaj Hoxhajve dhe 6 të tjerëve, me kërkesë të prokurorisë, gjykata themelore në Prizren nuk ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji. Por a mund ta parandalonte shteti këtë vrasje? Bagazhi i Dibran Hoxhaj del të jetë goxha problematik, megjithatë, me apo pa ndikim ai vazhdimisht kishte arritur t'ia hedhte drejtësisë, nëse jo në njërin instancë, në tjetrën po. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se për Hoxhajn janë regjistruar 104 vepra penale, prej të cilave 70 në trazirat e marsit të vitit 2004, ndërsa veprat e tjera pas vitit 2004 rezultojnë të jenë gjithsej 34, 10 për dyshimin shkaktimi rreziku të përgjithshëm, 8 armbajtje pa leje, 12 lëndime të rënda trupore dhe 4 kanosje. Për këtë, Alia i thot se Kobra njihet për organet e rendit. Personit për cilën diskutuam dhe është i dyshuari kryesor i këtij rasti, ka qenë i njohur për policinë, sa herë është has nga policia dhe ka qenë me sjellje veprime kundërshtim me ligjin, qoftë kundër vajtit, qoftë për vepër penale, është trajtu, sa herë qytetarët kanë lajmëruar për sjelljet veprimet e tij, policia ka vepruar. Por jo të gjitha këto kallëzime penale të iniciuara nga policia e ja kishin mbushur syrin prokurorëve të prokurorisë themelore në Prizren. Nga 34 kallëzimet penale pas vitit 2004, prokuroria kishte ngritur vetëm 19 aktakuza, kështu duke i hedhur poshtë 15 prej tyre. Megjithatë, ndryshe prej të dhënave të policisë, deklaron kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Admir Shala thot se nuk kanë pranuar më shumë se 21 apo 22 kallëzime penale dhe ato që janë hedhur poshtë nuk kanë pasur fakte të mjaftueshme për hetim të mëtutjeshëm. Është fakt se ka disa kallëzime penale, në opinion është manipuluar numri i kallëzimeve penale dhe me të vërtetë nuk e di ka dalë ai numri i kallëzimeve penale. Nëse flasim për kallëzime penale për vepra penale, tek ne rezulton një numër shumë më i vogël. Dua të potencoj se lidhur me trazirat e marsit të vitit 2004, janë dorëzuar në prokurorinë themelore në Prizren 61 kallëzime penale apo 61 raste që kanë të bëjnë me trazirat e marsit.
nga 2004 e deri në vitin 2021-22 janë dorëzuar diku domethënë 19 raste i kemi që kemi ngritur akt akuzat në ato kallëzime penale. Aty këtu mundet me qenë ndonjë kallëzim penal që është hudh në mungesë të provave apo mungesë të hetimeve. Kryeprokurori rezulton të mos lasfare në fakte dhe për mbidhje të tjera. Policia kishte bërë kallëzim penal për 8 raste të armbajtjes pa leje, mirë po prokuroria akt akuz kishte ngritur vetëm për 3 prej tyre. Për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm ishin ngritur 10 kallëzime penale, megjithatë nuk ishte ngritur asnjë akt akuz. Për lëndim të rënd trupor ishin bërë 12 kallëzime penale, por ishte ngritur vetëm një akt akuz. Alia thot se përveç argumenteve që ofrojnë në rastin e ngritjes së kallëzimit penal, prokuroria ka pasur të drejtë të kërkojë argumente shtesë nëse ka pasur hapësirë për mungesë të bazës ligjore. Gjithat që mund të ofrojmë ne e paraqesim në kallëzime penale. Sa herë që prokuroria ka dyshime apo vlerëson që ka nevojë merren veprime shtesë për raste, ajo kërkon plotësim me prova edhe me veprime tjera apo edhe me bashkëtisje apo gjona tjera. Përveç në prokurori, Hoxha i rezulton të jetë amnistuar edhe nga gjykata themelore e Prizrenit. Nga 19 akt akuzat e prokurorisë, ndaj tij janë marrë 16 akt gjykime dënuese, por asnjëri me burg efektiv. Në një rast të vitit 2012 për pjesëmarrje në raje, lënda është parashkruar për rastin e Hoxhait, por jo edhe për të tjerët. Një vit pas për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar, gjykata ka marrë akt gjykim refuzues, derisa në rastin e lëndimit të letë trupor të vitit 2021, gjykata kishte zgjedhur rastin me proces ndërmjetësimi. Pra, nga 16 akt gjykime dënuese ndaj Kobrës, nuk është marrë asnjë vendim me burgim efektiv. Prej tyre, në 12 raste Hoxha është obliguar të paguajë gjop, ndërsa në 4 raste është dënuar me kusht. Me gjithë insistimin e betimit për drejtësi për të zhvilluar intervistë me të parën në këtij institucioni, gjykatësia Shpresa Emra ka refuzuar të prononcohet. Megjithse në kërkesën për intervistë është theksuar se fokus është edhe e kaluara e tij kriminale, Emra duke ju referuar fazës hetimore të rastit të 3 janarit, arsyetohet se nuk është kompetente të deklarohet. Ju informojmë se kryetaria e gjykatës themelore në Prizren, zonja Shpresa Emra, ka analizuar dhe vlerësuar kërkesën tuaj. Mirë po, sipas opinionit të Komitetit Këshillëdhënës për Etikë Gjyqësore me numër 3/2022 të datës 12/2022 është rekomanduar si shkelje të detyrave të gjyqtarit. Nëse gjyqtari bën deklarata publike gjatë procedurave që janë duke u zhvilluar e të cilat nuk mund të ndikojnë negativisht në gjykim të drejtë dhe trajnim të barabartë të palëve në procedurë ose të cilat mund të dëmtojnë besueshmërinë dhe reputacionin e gjykatës, apo i komunikon informata publikut rreth përbërjes së paneleve gjyqësore, dëshmive dhe vendimeve që kanë të bëjnë me ndonjë rast, përveç nëse zbulimi i një informacioni të tillë kërkohet me ligj. Andaj, kryetaria e gjykatës vlerëson se nuk ka autorizimet dhe nuk është kompetente të fletë dhe të prononcohet për temën të cilën i referoheni. E pagesa e dënimeve të shqiptuara nuk ishin problem për Kobrën. Nga 12 dënimet me gjop, ai pagoi 14.200 euro nga viti 2004 deri më 2021. Por me këtë politikë dëshkimore nuk janë arritur qëllimet e dënimeve që parashihen me Kodin Penal të Kosovës. Neni 38 i Kodit Penal të Kosovës ka paraparë se qëllimet e dënimit janë të parandaloj kryersin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen dhe të bëj rehabilitimin e tij, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave penale, të bëj kompenzimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale dhe të shpreh gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. Madje, fakti se i njëjti ishte recidivist nuk ishte marrë fare parasysh. Përkundër kësaj, dënimet për veprën penale të njëjtëve se ishin ulur në vend se të rriteshin, siç parashihet me ligj. Për armbajtje pa leje në vitin 2009 ai ishte dënuar me 1.000 euro. 3 vjet pas më 2012 në akt gjykimin e dytë, gjykata nuk e kishte rritur dënimin me gjop, përkundërse vepra po përsëritej. Përkundrazi, gjoba ishte ulur në 850 euro. Kobra edhe një vit pas, për të tretën herë më 2013, ishte dënuar me gjop për armbajtje pa leje, por kjo për gjykatësit kishte shërbyer që sërish ta ulin lartësinë e dënimit tashmë në 800 euro. Avokati mbrojtës i tij Nexhat Elshani arsyeton mbajtjen e armës, duke thënë se arma është për burra.
Po mirë, është një thënie me gjithatë popullore që arma është për burra. Edhe bardhësi ose mbajtësi i armës paraprakisht e din që ka përgjegjësi dhe në momenti kur t'i zihet, sigurisht edhe përgjigjet. Dhe është përgjigjur. Natyrisht dënimi ka shtuar gjykata analog me standardet që i ka çdo herë. Dënim me tolla. Dhe nuk janë shumë. Problematike është edhe qosja në armë e zotrit Hoxhaj, përkundër faktit që i njëjti ka qenë vazhdimisht i dënuar për armbajtje pa leje, nuk është bërë më pastaj një kontroll më e shpesht ndaj të njëjtit për të shikuar se a ka qosje në armë ajo. Dhe rrjedhimisht kemi ardhur deri tek një situatë që përkundër faktit që i njëjti është dënuar 3 herë për armbajtje pa leje, prapë siç dyshon prokuroria më 3 janar të këtij vitit, i njëjti prapë ka posur qosje në armë. Situatë labile kishte ndodhur edhe në rastet e lëndimit të lehtë trupor. Më 2012 për lëndim të lehtë trupora ishte dënuar me 200 euro, më 2015 me 1.600 euro. Por çudi, dënimet zbutën shumë fish për veprën penale të përsëritur 2 herë brenda muajit mars 2016, kur dënohet herën e parë me 200 euro dhe të dytën me 300, ndërsa në rastin e fundit më 2019 ishte dënuar me 1.000 euro. Heqja apo dëmtimi i vulës së shtetit nuk vlen shumë për gjykatën, e cila e kishte dënuar Kobrën me vetëm 160 euro në vitin 2020. Për këtë, me dënimet e shqiptuara, hulumtuesi Shala thotë të mos jetë arritur asnjë nga qëllimet e dënimeve. Në shkurt vitit të kaluar, Instituti Kosovës për Drejtësi kishte publikuar një analizë ku kishte treguar se zotri Hoxhaj është një person që është dënuar vazhdimisht, ka 16 aktgjykime dënuese, asnjë prej cilëve nuk është me burgim efektiv. Dhe në këtë rast e kishte njoftuar publikun, Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial për të kaluarën kriminale të këtij personi, ndaj cilit në asnjë rast nuk është shqiptuar dënim me burgim efektiv, përkundër faktit që ligji e ka parapar këtë mundësi. Në rastin konkret, recidivizmi sipas kodit penal është rrethon rënduese fillimisht në kuptim të caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit dhe po ashtu ligji ka parapar edhe mundësinë e shqiptimit të një dënimi më të ashpër se sa që është përcaktuar me ligj në rastet kur një person përfshihet në recidivizëm. Dhe kjo nuk ka ndodhur në rastin e Dibran Hoxhës, përkundër faktit që i njëjti është dënuar 16 herë radhazi, në asnjë prej këtyre rasteve nuk është dënuar me burgim efektiv. Dhe kjo qartazi flet për një dështim të politikës ndëshkimore në këtë rast që nuk ka arritur që dënimin ta përshtat me qëllimet e dënimit. Ndryshe nga aktgjykimet, thot avokati mbrojtës. Ka vuajtur, unë prapë them, i ka mbi 5 vite burg efektive për lëndët që i ka pas. Bile disa prej tyre janë edhe lëndimet lehta trupore dhe ka vuajt burg. Ne kemi marrë rastet nga shërbimi korrektues i Kosovës dhe dytet e burgimit janë vetëm para burgimit dhe nuk ka të bëjë asnjë prej tyre me burg efektiv. Ka, edhe që ka vuajt. Ka, më herët i ka pas. Për momentin lanë të këmë këtu, po i ka pas edhe me burg efektiv, për veprat që i ka pas. Por se a ka qeni njoftuar se cili gjyqtar për të kaluarën e tij, kryeprokurori Shala thot se kjo ka qenë e ditur për të gjithë. Kjo ka qenë i njohur për të gjithë dhe askush nuk mund të thirret se nuk i ka njohur personin në fjalë, sepse ju po i shihni sa aktakuzat janë dhe edhe në aktakuzë kemi përmendur që është përsëritës recidivist, po dhe gjykata ka databazën e saj ku mund të bëj verifikimin dhe të shohë se personi është dënuar dhe më parë. I pyetur nëse problemi mund të qëndrojë tek argumentimi i pretendimeve në aktakuza, e mohon kategorikisht si mundësi. Asnjëherë nuk mendoj që është problemi i aktakuzave sa i përket dënimeve, përderisa aktakuza është vërtetuar dhe është shpallur fajtor, çështja e dënimit i takon gjykatës. Gjithmonë në çdo rast janë ofruar prova dhe fakte sepse përndryshe nuk ishte vërtetuar edhe aktakuza dhe nuk ishte shpallë fajtor, po mos kishte prova. Megjithatë, në rastet kur prokurori është i pakënaqur me dënimin e dhënë nga gjyqtari, ai ka të drejtën e ankesës në apel. Në këtë rast, prokuroria ka shfrytzuar të drejtën e ankesës vetëm në 4 aktgjykime nga 19 që të gjitha këto ankesa ishin refuzuar nga gjykata. Shala këtë arsyeton, duke thënë se janë bazuar në politikën dëshkimore të gjykatës. Prokuroria themelore në Prizren
është e njohur me politikën dëshkimore të gjykatës, dhe nuk do të thotë që çdo rast ushtrohet edhe mjeti juridik i ankesës, sepse e dim se a ka sukses ajo ankesë apo jo. Mirë, por në rastet pak më të rënda, sikur tek lëndimet e rënda, apo veprat penale që janë të dënueshme, domethënë me dënime pak më të larta, ne kemi ushtruar ankesë dhe këtu janë gjithsesi 4 ankesa, që kanë të bëjnë me veprat penale pak më të rënda, për lëndimi i rënd trupor, ku është dënuar me 6 muaj burgim, pastaj janë zëvendësuar 6 muaj burgim me gjobë në 6.000 euro vlerë, dhe ne kemi bërë ankesë, gjykata e apelit e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e prokurisë. Por çfarë ndodhi me 4 dënimet me kusht? Sipas ligjeve në fuqi në momentin kur një person dënohet me kusht, i njëjti duhet të mbikëqyret nëse e plotson kushtin e gjykatës, për kënd mbikëqyrje përgjegjës është shërbimi sprovuesi i Kosovës. Por pas kërkesave për informacione të adresuara në Ministrinë e Drejtësisë, rezulton se përgjegjësit nuk e kishin mbikëqyrur asnjëherë kobrën. Gjyqtari që kishte marrë vendimin nuk e kishte informuar në asnjë rast këtë institucion. Në rastin e Hoxhaj, gjykata i ka shqiptuar dënimet me kusht, por nuk e ka urdhëruar shërbimin sprovues ta bëjë verifikimin e ekzekutimit të dënimit me kusht dhe shërbimi sprovues nuk ka pranuar asnjë vendim të shqiptuar nga gjykata për rastin konkret. Andaj, shërbimi sprovues derisa nuk ka pasur në mbikëqyrje dhe ekzekutim të njëjtin, nuk ka mundur të jetë në dieni se a ka pasur edhe ndonjë vepër tjetër gjatë periudhës së dënimit me kusht. Shala thot se me këtë rast, se cili gjyqtari rastit ka shkelur ligjin. Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale përcakton obligimin e gjykatave që në secilin rast ku shqiptojnë aktgjykim përmes cilit shqiptojnë dënimin me kusht, duhet të njoftohet edhe shërbimi sprovues i Republikës së Kosovës. Dhe në këtë drejtim do të thotë nëse ka ndodhur që është shqiptuar dënimi me kusht dhe nuk është njoftuar shërbimi sprovues, definitivisht se kemi të bëjmë me shkelje të ligjit, për cilin fakt gjyqtarët duhet mbahen përgjegjës, gjyqtarët që kanë shqiptuar këto dënime. Hoxha i rezulton të jetë treguar dhe i pabindur ndaj kërkesave të gjykatës, pasi në mungesë të tij në seanca janë lëshuar 3 urdhër arreste për të. E kaluara kriminale Dibran Hoxhajt Kobrës, që përfundoi me dyshimet për vrasje, pritej të ngriste alarm te Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor, por kjo nuk ndodhi tek këto 2 institucione. Këshilli Prokurorial i Kosovës vendosi që përgjegjësinë t'ia referoj kryeprokurorit Shala. Unë ju garantoj me përgjegjësinë më të madhe, domethënë çfarë do aspekti. Gjithë prokurorët që i kanë trajtuar këtë rast, i kanë trajtuar me profesionalizëm më të lartë. Ne e kemi arrestuar disa herë. Kemi parashtuar kërkesë për caktim paraburgimi disa herë. Është paraburgosi i njëjti. Është hetu me masa të veçanta hetimore në çdo rast kur kemi pasur dyshime dhe asnjëherë nuk mendohet që të jetë favorizuar apo të mos jetë i hetuar ashtu siç duhet. Në kuptim të rastit të fundit, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë se po autorizon kryeprokurorin e prokurisë themelore në Prizren. Autorizimi i kryeprokurorit të prokurisë themelore në Prizren kupton fakt qartazi një paracaktim të Këshillit Prokurorial të Kosovës se në rastin konkret kryeprokurori i prokurisë themelore në Prizren nuk është i përfshirë në shkelje eventuale në raport me këtë rast. Dhe kjo çasti do të thotë më pastaj jep mundësi kryeprokurorit që të ndjek eventualisht prokurorët e tjerë të cilët kanë bërë ndonjë lëshim, mirë po nuk merret me lëshimet e vet kryeprokurorit. Ndryshe ka vepruar Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilët kanë kërkuar angazhimin e njësisë për inspektim gjyqësor për vlerësimin e të gjitha aktvendimeve. Lidhur me këtë çështje, ju njoftojmë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka autorizuar njësinë për inspektim gjyqësor që të hetojë një raport mbi çështjet e ngritura rreth rastit në fjalë, si dhe të verifikojë të gjitha pretendimet. Fillimisht Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes autorizimit të njësisë për inspektim gjyqësor për të bërë një hetim dhe një hulumtim në këtë rast dhe më pastaj për ta dërguar një raport në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ka vepruar drejt në atë mënyrë që nuk ka amnistuar asnjë person në rastin konkret, do të thotë dhe më pastaj njësia për inspektim gjyqësor do të tregoj realisht se cilat pol kanë qenë të përfshira, cili gjyqtar, cili akter ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve të veta dhe që më pastaj të njëjtit të mbahen për llogaridhënës. Mirë po,
E njëjta nuk ndodh në rastin e sistemit prokurorial të Kosovës. Drejtori i NIJ, Dul Gjoca, i ka treguar shkurtimisht se kanë pranuar kërkesën nga KGK-ja, por nuk ka një afat brenda sa kohësh mund ta përfundojnë trajtimin. Pas kërkesë na ke marrë aksion edhe do të mundohem që sa më shpejt me të gjitha të gjetura tillë me rastin me raportu në Këshill Gjyqësor. Kjo është në momentin që mund të thonë lidhur me rastin. Varet se tash ka një mundi dokumente që duhet me trajtu, edhe tash fillestare, shihet që janë një numër i madh i rasteve ku mund të ketë shumë aktorë të involvuar. Hoxha i rezulton të jetë problematike dhe për trafikun. Policia e Kosovës i ka shqiptuar 110 kundërvajtje trafiku. Qasja e rrokante në komunikacion nuk ka pasur si të shpëtoj edhe pa aksidente. Në 8 raste, ai rezulton të jetë i përfshirë në aksidente trafiku. Krejt në fund betet të shihet nëse provat e siguruara si DVR-i siguruar nga bastisjet, pamjen nga lokalet përreth, dëshmitë të akuzuarve të tjerë, të mbjetuarve nga sulmi e dëshmitarëve të tjerë do të hedhin dritë bitë të vërtetën, apo do të vazhdojnë me apo pa qëllim dështimet e drejtësisë përballë të fuqishmëve.